Një ndërprerje masive e energjisë elektrike goditi rënd Spanjën dhe Portugalinë, duke shkaktuar kaos në transport, panik tek qytetarët dhe njësor ndërhyrjesh emergjente. Mijëra njerëz mbetën pa energji dhe internet për orë të tëra, ndërsa shërbimet po rikthehen gradualisht në disa zona, sipas rrjetit spanjoll të energjisë elektrike. Ngjarja shkaktoi ndërprerje të theksuara në metrotë e Madridit dhe Barcelonës, ku pasagjerët mbetën të bllokuar në errësirë, 10 persona mbetën të ngujuar në ashensor, duke detyruar ndërhyrjen e zjarfikësve në më shumë se 60 raste. Në shumë qytete semaforët dolën jashtë funksionit dhe qendra tregtare mbetën në errësirë. Situata ndikoi rënd dhe në transportin ajror dhe atë hekurudhor. Në Madrid dhe në Barcelonë u regjistruan ndërprerje dhe anullim fluturimesh, ndërsa në aeroportin e Lisbonës u ndalën përkohësisht operacionet. Kryeministri Pedro Sánchez thirrri një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurisë për të vlerësuar situatën. Sipas Agjencisë së Sigurisë Kibernetike të Bashkimit Evropian, hetimet paraprake tregojnë për një defekt teknik, por jo për një sulm kibernetik. Ndërprerja gjithashtu preku për pak minuta dhe zonën jugore të Francës, por autoritetet franceze konfirmuan se rrjeti i tyre mbetet i sigurt dhe izoluar nga kriza. Për momentin situata është nën kontroll dhe po ndiqet nga afër nga autoritetet kombëtare dhe ato europiane.